Ambasadori i Francës në vendin tonë ka vlerësuar tifozërinë kuqezi dhe mbështetjen që ata i kanë dhënë kombëtares shqiptare gjatë kampionatit evropian. Bernard Fitoussi, i pyetur rreth perceptimit që francezët kanë mbi popullin shqiptar, tha se qytetarët e shtetit që ai përfaqëson kanë mbetur të surprizuar nga tifozëria shqiptare, që sipas tij po i ndryshon imazhin vendit. The French people was really Francezët kanë ngelur shumë të surprizuar nga tifozëria shqiptare. Ishte shumë ndryshe nga ajo sa çfarë pan disa ditë më parë. Të gjithë kanë parë tifoz shqiptar duke vallëzuar në rrugët e Marseilles. Imazhi i Shqipërisë ka ndryshuar në dy drejtime. E para ju jeni tifozëri fantastike dhe e dyta keni një ekip të mrekullueshëm. Diplomati francez ishte në Berat ku në bashkëpunim me Kryqin e Kuq mundsoi zbatimin e projektit integrimi i gruas në tregun e punës. Qindra e gra dhe vajza në nevojë do përfitojnë kurse profesionale falas në rroba qepsi dhe qendristari, por dhe mbështetje psikosociale, duke synuar reduktimin e varfërisë dhe zhdukjen e diskriminimit, sidomos në zonat e thella rurale.